Sikur ti thoja dikuj që unë jetoj me vjeri nuk beson askush, përderisa unë kam pas prind, normal që edhe burim ka prind. Përderisa unë jam prind, edhe unë kam fëmijë, do thotë qysh kam qef më trajtue mua dikush, edhe unë dua ti trajtoj. Duaja e cila mendon të jetoj, të ndërtoj, të zhvilloj, të përqoj, duhet të jetë edhe ajo gru sfiduese. Më dhe sa shumë të dua, të kërkova dite nat, mos më ndoni, të më harroni, se këtu kam rënje që larg. Për vetë faktin se unë edhe nuk më varëm nga muzika, por edhe sikur t'isha varur, leku është i mirë, gjithë punojmë për të mbjetuar, për t'jetuar, për të pasur, por nuk me bën përshtypje, nuk e di, leku nuk është për mua prioritet. Për mua është gjithmonë ajo dashuria për çfarë ti krijon, për ato që bën. Dhe kjo ndoshta ka bë që mos t'jipem nga kjo pjesë që të bëj gjithmonë gjëra komerciale, por t'i bëj ato për të lënë gjurmë të pashtyra, sepse tash po e shohim edhe ndryshimin e kohës, ndryshimin e njerëzve, tash asgjë s'është me sens, asgjë s'është me shije, gjithçka është bërë veç sa për sy e faqe, si përfaqësore, dhe sikur gjërat kur i bëjmë, e ke pa krypa kur e vendosëm në gjell ndryshon shijen. Pra, unë dua të ngelem sikur krypa, edhe këndoj, sepse kam dëshire, kam pasion, është dhunti. Biles dje me këngëtarin e mirënjohur, njëri i madh është Ari Vladi, po bënëm një klip edhe më thot Fatime ti je këngëtar shumë e mirëfillt, edhe për atë jemi në bashkëpunim për këtë këngë, falenderova, tha s'ke pse më falenderosh sepse e meriton. Ta prandaj ngelesh vlerë për mua dhe një këngëtare e mire. Thash po unë vetëm e kam pasion muzikën, thash do të thotë pse tha nuk e bën më shumë, sepse është çështje e jotja, por tha ti ke talent. Thash faleminderit shumë, thash po. Nuk po dyshojmë që me të marrin Ari Vladi, me ikonën e muzikës, që do të na sjellin një bashkëpunim ashtu që ndoshta i ka munguar vendit. Jemi shumë kurioz ta shohim sa më shpejt atë projekt ju. Së shpejti patjetër, së shpejti do del edhe klipi, po është një tematikë shumë e bukur, është patriotike, me vlera kombëtare, ku kënga është Motër e vlla, Kosovë Shqipëri. Dhe po, së shpejti. Këto ditë besoj që do del edhe klipi. Kemi pas shumë në për rrjetet sociale që je bashkuar shumë me familje, me njerëz të dashur, domethënë çdo herë afër me njerëz që i don ti. Domethënë jep shumë dashuri, tha dhe vetë në intervistë. Sidomos shohim edhe me familjen e bashkëshortit shumë, me vjerën. Unë fjala dashuri për mua është gjithësia, është universi. Sepse ne lindi me dashuri për të dhënë dashuri. Gjithçka fillon sikur mos ta duam, edhe nuk ta mund të krijojmë, nuk mund të bëjmë. Prandaj dashuria është ilaçi i shpirtit. Vetë fjala, një fjalë e mirë shëron një plagë. Një fjalë e mirë ndryshon një jetë. Pse mos themi fjalë të mira? Pse mos dhurojmë dashuri? Ke dhuruar dashuri, ke ndryshuar një jetë, ke dhuruar një jetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nuk e them vetëm me fjalë, po e them kur them diçka, është që e them është burimi i shpirtit. Me bëjt prapë ajo të familja bashkëshortit, se të ne janë rrjeti sociale është të ne, do të thënë dezet pasi që përmendën vjera, familja e një gruaje është. Sikur ti thoja dikuj që unë jetoj me vjeri nuk beson askush. A jeton ti me familjen e bashkëshortit? Unë shohim që je bashkë çdo herë në takime. Është normale, sepse përderisa unë kam pas prind, normal që edhe burim ka prind. Përderisa unë jam prind, edhe unë kam fëmijë, do thotë qysh kam qef më trajtue mua dikush, edhe unë dua t'i trajtoj. Por siç kam pas dëshirë të më trajtonin, edhe unë dua t'i trajtoj të tjerët. Pra, mënyra se si jetojmë, mënyra se si perceptojmë, mënyra se si trajtojmë njerëzit varet nga individi. Edhe nga rrethanat, por nga individi. Dhe tashna nuk është për një individ duhet të shkatrojmë familje, duhet të ndahemi sikur që po ndodhin tani. Do thotë duhet pranuar gjithçka. Familja nuk zgjidhet. Familja është familje, si do qoftë, pjesës e familjes si edhe vetë, pjesë e asaj
secilës je edhe ti. Prandaj duhet pranuar ashtu siç është. Qoftë burri, qoftë fëmia, sa për vjerri për kunetin nuk po du me fol, ata duhet vetëm respektuar, sikur që ti ke nevojë për të qenë i respektuar. Po flas në konceptin e përgjithshëm, jo vetëm ato timin. Dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Unë i shoh tash të rejat për pak gjë, për gjërat kota, për fare higjë. Dhe shkojnë te ju duket ajo jetë që është sikur në për filma, jo. Dhe për ta bërë një film duhet të jesh një personazh, duhet të kesh një realitet të hidhur, qoftë i mirë, qoftë i keq, po për ta krijuar pikërisht ndoshta edhe atë film, atë pjesë, atë skenarin që duhet, që kërkohet. Kjo dëshmon që ju, domethënë jetoni me familjen e bashkëshortit. Po. Edhe shihet që thashun çdo herë jeni bashkë në darka, në dreka, në kakë. Duhet sepse kur një ditë të gjithë të lanë, shokët misht, familja. Kurse kjo luftë është për është mes vjerës nusës. Si është si grua ti? Unë si grua. Është temë shumë delikate, sepse unë di, domethënë jam rritur edhe kam përjetuar kur kam qenë re. Prindërit mi për shembull kanë pas një nuse. Por edhe kur jam martuar, e di që kam qenë nusja dikujt. Po tani jam vetë pothuajse edhe vjeher. Edhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse tash nuk dua t'i fajsoj as vjerët as rejët, jam edhe nuk më takon. Edhe kush jam unë t'i fajsoj edhe t'i gjykoj, sepse secili i ka mendimet e veta dhe secili jeton për veten e tij dhe të saj. Por që unë mendoj ndoshta edhe ndryshimi i gjeneratave, ndryshimi i kohës, ndryshimi evolumi, domethënë i gjithçkaje i teknologjisë, dhe mendoj njerëzit se gjithçka është sikur teknologjia. Prap shkojmë pa e mësuar ti të kaluar, pa mësuar nga e kaluara, pa përjetuar vetë, pa qenë në atë rrugëtim dhe jeta është një shkollë. Ti nuk mund t'i japish këshilla, nuk mund t'i japish sugjerime, nuk mund ta mësosh dikë përderisa ti nuk e përjetuar, nuk i ke mësuar, nuk i te kaluar ato sfida, sepse gjithmonë të vërtetën e thonë vetëm ata që kanë përjetuar, jo për çfarë kanë lexuar, por çfarë kanë përjetuar. Dhe unë them gjithmonë njerëzit me eksperienca të mira japin mesazhe pozitive, me eksperienca jo të mira japin mesazhe negative. Qofshin vjerrit për nuse, qofshin nuset për vjerri, por qofshin edhe kundërta tek divorcet, vajzat që kanë pas një eksperiencë jo të mirë me një burr, ato do të thotë mendoj se të gjithë burrat nuk janë të mirë, janë të këqij. E kundërta është edhe tek burrat. E ka pas një eksperiencë të hidhur, jo të mirë, tek një grua dhe gjithë gratë i fut me një thes. Domethënë, gjitha gratë janë të këqija, nuk janë të mira. Jo, është gabim, sepse ajo është domethënë një mendim personal. Është mirë gjithmonë të gjejmë një gjuhë të përbashkët, gjithmonë dialogu, diskutimet, debatet, gjithmonë janë një qartësi për ato probleme që mund t'i zgjedhin. Sa ka dialog mes shifteve, mes personave të tillë? Po një njeri që është një njeri intelektual, një njeri edukuar, një njeri kulturuar, një njeri që bazë ka, unë them gjithmonë edukata është petku që mund ta bartim në çdo kohë, në çdo stin, në çdo sezon. Thjesht ti duhet me atë edukatën ti mund të divorcohesh, ti mund të mos jetosh me një person, ti mund të largohesh për një kohë, për një periudhë të caktuar, por të paktën gjithmonë ta kesh një arsye. Tani që ndërhysh zonë Fatime. Duket që divorci është bërë si trendi shumë, kemi shumë divorce, dita në shtuarje shumë, domethënë është numri i rritur. Unë mendoj që këto vendime i marrin pa logjikuar, pa e menduar fare, pa i menduar edhe pasojat. Në shumicën e rasteve them gjithçka ata që e bëjnë, fajtori janë vetë. Nuk e di pse i fajsojnë të tjerët. Unë e them gjithmonë për çdo gjë fajtori janë vetë. Në fakt, nëse japim rastin, fajtori janë vetë. Nëse na tolerojmë, fajtori janë vetë. Nëse na lejojmë, fajtori janë vetë. Do të thotë ti duhet të vendosish kufi, qoftë në vetveten, qoftë në familje, qoftë në shoqëri.
secili duhet treguar ku e ka vendin. Vlerën. Krejt në fund të intervjistës jem, po du një mesazh si një grua shumë e fortë, një grua shumë thash dimensionale. Çau kishte thënë gjitha grave, ato gra që cilat domethënë ky mesazh juaj do të shërbej shumë për jetë. Çka do të kishte thënë një këshill dhe një mesazh? Unë filloj nga fëmijët, tek të rriturit, 3 gjeneratat. Fëmijët duhet të dëgjojnë sa më shumë, të dëgjojnë këshillat e prindërve. Prindrit duhet të rritin fëmijët me dashuri dhe t'i mësojnë ata që edhe humbja është mësim. T'i mësojnë ata që duhet pranuar gjithçka. T'i mësojnë se pa punë nuk ka sukses. Komoditeti nuk është gjithmonë i arrirë, edhe nuk është gjithmonë vlerë. Për të rejat, mos mendojnë që ato të bukura i bën grimi, i bën të bukura veshja, luksi, makinat, edhe aparenca tyre, të bukur të bën shpirti, të bukur të bën sjellja jote, të bukur të bën fjala jote dhe vepra. Për ato gra, unë them që gruaja e cila mendon të jetoj, të ndërtoj, të zhvilloj, të përqoj, duhet të jetë edhe ajo gru sfiduese që shpesh herë të mbyll syt, të mbyll veshët, por të veproj gjithmonë me mendje. Knatësi shumë e madhe takosh persona si ju, zënia Fatime. Besoj që shijova këtë intervistë me juve. Knatësi shumë e madhe edhe një herë. Unë në fund nuk po du me lënë atë ëmbëlsirën mbi tort pa e dëgjuar zërin tënd bukur, me melankolik që e ke. Sidomos ato baladat, ato këngë të lehta që ju i këndoni. Jam entuziast këngën e Shatërvanit ta ndëgjoj nga zërit. Jo, unë po e këndoj me Apo cilë këngë do ta këndoni? Më dhe sa shumë të dua, të kërkova ditë e natë, mos më ndoni, të më harroni, se këtu kam rënje që largë, mos më ndoni, të më harroni, se këtu kam rënje nga largë. E ndryshua pak tekstin qëllimisht, sepse jam këtu në Prizren në Shadërvan, në më dhe unë tim, tuk, ku jam lindur, jam rritur dhe po, unë jam e lidhur shumë me vendin tim. Nuk që e donë shumë. E dua. Unë tash në pamundësi gjitha atë intervista përfshim, po do të kemi do një podcastar shumë, do të thonë që ti do të takomi sërish me projekte, me do shumë gjëra gjatë që do të diskutojmë me juve. Kënaqësi e madhe shumë të takosh persona si ju. Nuk thonë kohë që artist lindesh. Nuk bësh mizor, apo? Jo, absolut. Është artist lindesh, mandej sa tipet mundësia me zhvillu edhe sa dëshiron të punosh, sepse artistët janë sikur ai bunari, ai pusi, ai është një burim dhe sa më shumë që përdoret ujë, ai bëhet i pishëm. Sa më pak që përdoret bëhet i papishëm, edhe na jemi kështu. Domethënë, kot na prekish, shpërthejmë. Leon, përshëndes, të uroj më të mirë aty, shëndet gëzime dhe shumë suksese.